Ushqimet më të mira për të konsumuar në syfyr për të qëndruar energjik gjatë gjithë ditës. Shumë pyesin se çfarë të ha në syfyr për të shmangur plagështinë dhe për të ruajtur përqendrimin deri në iftar. Qelësi qëndron në zgjedhjen e ushqimeve që çlirojnë energji gradualisht dhe mbajnë trupin të hidratuar. Një vakt i balancuar ndihmon në ruajtjen e energjisë fizike dhe forcës mendore gjatë gjithë ditës. Pse është i rëndësishëm syfyri për energji të qëndrueshme gjatë agjërimit? Të kuptuarit se si ushqimi ndikon në trup është hapi i parë drejt një përvoje më të mirë të agjërimit. Vaktet e pasura me sheqerna të thjeshta shkaktojnë rritje të shpejtë të nivelit të sheqerit në gjak, gjë që mund të çojë në lodhje dhe nervozizëm. Në të kundërtën, ushqimet më të mira për syfyr janë ato të pasura me karbohidrate komplekse, proteina dhe yndyrra të shëndetshme. Këto lëndë ushqyese sigurojnë furnizimin të qëndrueshëm me energji gjatë gjithë ditës. Çfarë të hani në syfyr për të qëndruar energjetik gjatë gjithë ditës? Kur planifikoni vaktin, synoni të përfshini një shumëllojshmëri grupesh ushqimore që përmbajnë proteina, yndyrra të shëndetshme, karbohidrate komplekse, fibra dhe lëndje. Përfshirja e ushqimeve të shëndetshme në syfyr siguron një gamë të gjerë vitaminash dhe mineralesh, ja përbërësit kryesor të një syfyri që rrit energjinë. Ushqimet më të mira për syfyr të pasura me karbohidrate komplekse. Drithërat e plota treten më ngadalë se drithërat e rafinuara, prandaj janë zgjedhje më të mira, pasi ofrojnë furnizim të qëndrueshëm me glukozë për trurin dhe muskujt. Tërshëra dhe qullrat. Një tas i ngrohtë me tërshërë është i lehtë për stomakun dhe mban urinë larg. Buk me drithëra të plotëra. Zgjidhni bukë integrale, elb ose pita me grur të plotë në vend të bukës së bardhë. Oriz kafe mund të përfshijë në gatime të kripura për një fillim të ngopshëm të ditës. Ushqime të pasura me proteina për një syfyr më të ngopshëm. Proteinat ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur për më gjatë, duke reduktuar ndjesinë e papritur të urisë. Ato gjithashtu ndihmojnë trupin të riparojë dhe të ndërtojë muskuj pas aktivitetit ditor ose ushtrimeve. Vezët të ziera, të fërguara ose si omlet me perime. Vezët janë një ushqim ideal për syfyr. Produktet e bylmetit, kosi dhe gjiza ofrojnë kalcium dhe proteina. Këshilla për hidratimin dhe lëndjet që duhen përfshirë në syfyr. Fillimi i ditës i hidratuar mirë është thelbësor për të parandaluar etjen dhe dhimbjet e kokës më vonë. Frutat e freskëta, shalqiri, portokallët dhe manaferrat kanë përmbajtje të lartë uji. Perimet, kastravecët dhe domatet janë të shkëlqyera për hidratim.